Kemi ditë që ishte pika më e dobët, hallka më e dobët e gjithë skeletit social të Shqipërisë dhe patjetër që duke pas dhe një mbështetje të madhe nga pensionistët kemi qenë gjithmonë të vetëdijshëm që për pensionistët duhet bërë patjetër diçka, po s'kemi pas mundësi ta bëjmë. Ekonomia nuk na e ka lejuar që ne ta marrim përsipër dhe ta bëjmë. Por ama nëse ja dolëm ta bëjmë dhe tani pensionet janë futur në rrugën e rritjes së përvitshme të parashikuara në buxhetet e mëtejshme me dyfishim çdo janar, pra u rritën këtë janar X, do të rriten X herë 2 në janarin tjetër. Do rriten X herë 3 në janarin 2028, do rriten X herë 4 në janarin e 2029. Dhe do rriten X herë 5, do më sa që në rrit herë 5 në janarin 2030, sepse ekonomia na e ka kriju këtë mundësi. Jo më larg se sa sot paradite, po diskutonim disa ndërhyrje tjera të rëndësishme për pensionin, të cilat nuk kemi pas mundësi t'i bëjmë më përpara. Duke përfshirë edhe fillimin e krijimit një fondi të veçantë për pensionet për ata që duan ta kenë pensionin më të lartë, ku shteti do t'jap një kontribut të barabartë me kontributin që do japi personi, edhe ai kontribut është aty dhe rritet deri kur personi dalin pension për shkak. Po ku kemi pas ne mundësi t'i bënim këto? E nëse e kemi sot, e kemi se rritet ekonomia. Ne kemi marrë Shqipërinë me 2 milionë ca turistë, ku llogariteshin për turistë dhe unë me Pierinin. Sa herë që ktheheshim nga një udhtim, na llogarisin për turistë. Edhe vetë burri huaj që ishte kryeministër, e llogariste vetëm për turistë kur kthehej, dhe thoshte 2 milionë ca turistë. Edhe investimet huaja 300-400 milionë euro në vit. Kemi arritur në 12 milionë turistë dhe kemi kalu 1.5 miliard investimet huaja. Tani, të gjithë ata që se unë nuk më them, na janë vënë përballë, se përballë ne s'kemi njeri me thënë drejtën. Ne kemi mrapa të gjithë këta që na gjymojnë nga mrapa, dhe që krijojnë një zhurmë shumë të madhe korrupsioni. Tani unë nuk them që ne kemi shfaros korrupsionin, por unë them një gjë që mund ta faktoj në disa rrugë. Që e para, kur më para Shqipëria nuk e ka luftu korrupsionin si në këtë fazë, dhe e dyta, korrupsioni është më i ulët se çdo herë më parë. Zhurma është më e madhe, patjetër, dhe është më e madhe edhe nga lufta, që çdo gjë amplifikohet në të gjitha rrugët e keq informimit, por është patjetër edhe nga rezultati. Fjala vjen si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe të rritjet pagave në të njëjtën kohë. Nuk ndodh kjo në vendet që kanë korrupsion në rritje. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe rritjet pensioneve në të njëjtën kohë? Sepse pagat e pensionet rriten nga që rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit. Korrupsioni prezumohet që i thith të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe i çon në pak xhepa. Atëherë, këto të dyja bashkë nuk shkojnë. Si mund të ketë rritet korrupsionit dhe ndërkohë të rritet numri i përfituesve nga garat publike? Janë të gjitha gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetër.
Ashtu si kundër, nuk diskutohet që njeriu është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të keqen e harron shpejt, ndërsa të mirën e do edhe më shumë. Por nëse kthejmë kokën pas dhe kujtohemi për kohën kur për të paguar dritat duhet marrësh radhë, e për të paguar taksat duhet marrësh radhë, e për të marrë një certifikat lindje duhet marrësh radhë, ndërkohë që të gjitha këto gjëra sot i bën me telefon, atëherë si që ka rrit korrupsioni. Sot po diskutoja me kryetarin tuaj të bashkisë, projektet që ne shohim për Lezhën, për ndërtimet në zonën turistike, janë projekte që nuk mund të imagjinoheshin, as nuk mund të shkote me një njeriu që do merrnin përsipër njerëzit bëjnë ato lloj investime ashtu në Lezhë. Dhe janë projekte që kur të realizohen, do ta bëjnë Lezhën realisht një destinacion turistik europian në plot kuptimin e fjalës. Ne europian mund ta quajmë dhe sot si destinacion edhe Shqipërinë dhe Lezhën dhe Durrësin dhe Vlorën këtë do. Por ato investime që parashihen dhe që nuk janë në ëndra, janë projekte që vijnë që ne ja aprovojmë, janë investime për cilat ja vlen të luftohet dhe të fitohet, dhe të luftohet dhe të fitohet dhe të luftohet dhe të fitohet. Sepse do të lënë gjurmë në historinë e këtij qyteti dhe në historinë e këtij vendi. Na është dhënë mundësia që me duart tona ta marrim Shqipërinë dhe ta çojmë deri ke dhoma e pritjes e Bashkimit Evropian, duke bërë antarët barabartë të asaj familje. Kjo është një gjë shumë e madhe. Dhe ashtu si kundër historia nuk ka për ta harruar nëse ne e realizojmë, ashtu historia nuk ka për të na e falë nëse për fajin ton kjo nuk realizohet. Faleminderit për gjithë këtë durim të madh. Unë ju siguroj që i kemi të gjitha mundësitë dhe jemi të vetëdijshëm që duhet bëjmë më shumë, dhe do bëjmë më shumë. Nuk do të ndalemi së rrituri pagat, nuk do të ndalemi së rrituri cilësinë e jetës, dhe patjetër dhe standardet e gjithë qyteteve tona, dhe nuk do të ndalemi së rrituri dhe gjithë mundësitë për çdo që do të jetoj me punë. Na duhet vetëm që të jemi shumë të vendosur, shumë kompakt dhe mbi të gjitha të vetëdijshëm në çdo hap që ajo që kemi përpara është diçka e jashtëzakonshme dhe ne duhet ta realizojmë. Ky duhet të jetë fiksimi jonë. Kështu që fiksim.